Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Adea. Jeni me emisionin Katuni jam ku sot ko marrë në fshatin Stagov, komuna... Nalo, qka e dolti qiko këtë? Me gjiru, Qka me gjiru? emisionin. Cilin emision moj? Katuni jam? Qysh muj katuni jem, ajo është emisioni jem? Po s'kom drejt me gjiru në fshatra? Ti qiko, ama këtë mikrofon e ec në shpi, ec prej këtuhi, merë me naj sport tjetër, miqtë e mi të dashur, mirë se po takohemi me mua Dorun Tinen, jemi sot në fshatin Stagov, komuna Kaçanikut. Hajde të shohim fshatin përse afërmi të njoftohemi me banorët dhe mënyrën e jetesës së tyre. Qëndroni me neve! Përshëndetje. Pak, si je? Mirë, Doron si Tinen. je? A jeni lut? Besimi. Bjen mirë. Qajni të punu? Po vallaj punojmë si punë të fshatit, ç'a më bëj. Qajni të ndërtu momentalisht me këto drosa, me këto, qa doni me bo, qa keni plan? Kur të vijmë në zëgjve për bujna. Po fillojnë. Po filloni. Po, Hajde për hajr. Hajr pas, faleminderit. Shumë Po mirë. për ndryshe se cilën profesionin e vetë, dhe me punu, ka pak shto, si fshat. Shumë mirë. Me sa doni me startu me fillu? Sa numri? Ta shumë e tash është dimën, Të po të bo. të po edhe të bon, mbarësisht edhe pikos. Po shumë mirë. E keni si biznes familjar, apo? Ja, po fillojnë atash, biznes familjare, keni me ke fillu. marketin. A, e keni marketin tash ky i dyti. Marketin, i dyti. Thonë, fillim shoqës ja pas ke bo biznesin tash për vitin. Ja, për viti kam qëtër biznesun. Punoj si shofer, Me qënë të idol, bizneset rënë. po dhe normal, se Shumë pa punu të gjithë smonët së ne e përkosh. Kaçanika sit janë punëtor, a? Gjithë. Çka Pa fjallë. Pa fjallë. Pa fjallë tu. Keni që ka shënë heshtje me punu. Në heshti me punu normal. Për çka njihni tjetër ju? As për di, valloj, sham me thonë. Mikpritin e kishit. Gjithë akon. Gjithë akon. Nëse që ketë në marketa ju. Ju. Sa të pak të mbili ka një ujë me morë. Faleminderit shumë. Ani se nuk ta refuzojmë kur dolëm prej xhirimeve. Veç thuj që... Shkruaj në emër të bobës, si thamë apo? Po, në emër të bobët, i shkruaj në emër në rregull është. Unë zakonisht kur shkoj në fshatra i shkruaj në emër të nonës, gjithë i shkruaj në emër të nonës, kësaj radhe du më shkruaj në emër të bobës. Nona është vetë atë që shërben apo A, këto. po? Shoqe Ah, është shumë shërben me nusën e djallit. Shumë mirë. Qysh po kalonin këtë fshat? Si është jetesa, mënyra se si jetoni, po më intereson. Po ku punohet mirë është gjithkohë. Vetëm do të me punu. Ku punohet shkon dita shpejt. Se me qenë se unë punoj si shofer, pak jam në Kosovë, pak jam në Evropë, ashtu shkoj edhe kthej. Me punë, Me sigurisht. punë, po me punë. Po, qatë ditë që i kam tira, mirë në diçka këto. Se i kam ka 4 ditë lira këto. Shumë mirë, i shfrytëzoj. I shfrytëzoj qështu. Tash po më pëlqen edhe kjo ideja e këtij biznesi jam të i po dhe zogj të vogël, sa të lezetshëm, ondi ma vonë kemi marrë pamje. Mendoni me zgjeru, keni me bo ndonjë objekt kështu apo si objekte të vogla, kafaza që me... Menoj ashtu, po me dalë këtë tjetër kunë. Këto i kam veç koku
që mi majtë me rrim, mi majtë që shëlyp. A me ndonë Mi majtë dikon se tjetër? tash është të. Po, dikon tjetër me dalë me një hapësirë ma të madhe, se këto është edhe ofër shtëpia dhe nuk bëhet. A për mi rritë që to, mi bon ja 2 muaj, 3 që i bojnë edhe dalim të në dikon me një livat tjetër, në livat. Edhe na i Hapësirë tujna. e gjonë, po. Qështë e thoj me kuptojmë se shqiptar jemi. Po, ashtu. Një hapësirë pak ma të madhe, normal që më shtu numrin ma i madhe, se ka kërkesë të ne. Mungesa është e madhe, të ne, kërkesë. Kërkesë ka sa dush. Veç a do me majtë edhe me punu. Është një biznes që pa dyshim ecë. Se gjithmonë ka me pas Na kërkesa. përpora kena majtë, po të na tu paku, faktikisht tu paku fëmija, tu hez, tu asi, edhe e kemi ndërprej të na. Përpara sa e diun e kemi mbajt pula shumë e kështu po gjithmonë për musafer. Nuk është që kemi bë kështu shitje, biznes, po, jo. ja. Ndoshta i ka pas një familje 200-300 zëç, po nuk e ka llogaritë si biznes. Biznes, ja. Po i vin musafer, ti vjen çika djali. Qashtu me prejnë, ja, me nrish me orez, me sen, Tash jemi kult bëm të katunit, meqëm, s'ka pa fare, sa. S'ka sen pa fare, qështu. Familjet si funksionojnë, si jetojnë, me çka mirën, çfarë punë e bojnë në këtë fshat. Shumica e fshatit punojnë në Ferizaj. Më thanë që fshatin nuk e kam braktisë edhe shumë. Jo edhe atë shumë, udhtojnë. Fshati ka një bukuri shumë të mirë. Mirë, ko, Natyra. na lidhëm me një fshat këto. Rënjev të na ven Kaçaniku. Ne lidhët Kaçaniku i vjetër, Gërlica dhe Ferizaj. Qëto jemi në Stagov. Po, Stagov. Tash po. Tash mos ja kom huq se nga një herë për pak po lidhet me një fshat tjetër e nuk du me kalu në fshat tjetër. Kësaj anë lidhët Kaçaniku i vjetër, dalim Gërlic, ku na lidhët dhe Ferizaj. E pas këtë edhe shtepin në një pjesë shumë të bukur, pozita po m'pëlqen, edhe i pas ke rregullu për marak. Jena munu, më po mirë e marë. Jena munu, se gjithë. A e shën të arsyeshme me e lonë Kosovën? As s'po di qa me të thonë. Si Une pas mundësi. i kom provu tanat ka pak, e kom po që ma mirë ashtë më konë në vend tonë. Se i kom provu, gjitha i kom provu. I ke provu, po besoj edhe i ke grumbullu një pjesë edhe të kollave. gërbetin, edhe asi. E s'di që ka thamë për ata në s'kuhin, aton se... Po besoj që këshëm problema, arrit bizneset me i bo pa... Problema pa kanej, është me pa gurbet, prik. me gurbet problema është me vonë pare. Ata që kanë firme, ase për si punëturit, jeshtë problema është. Me vërtet, E kështu që këta i kom arrit këtë me Kosovë. shumë mirë. Shpi, market, këtë me Kosovë i kom arrit. Përderisa e ki marketin, po dihet që fshati është i banuar, se mos me pas llogari ja çat drynin. Ka punë? Kemi ka pak punë. Kur jesën e papore, një më në shuqja. Kur jetë ajo papore, një më jone, se dhëtë punojna. Cili po viteni ma shumë. Atë, ma mërmenja që jonë, ajde, po nashta me vetë ata të thonë. Ta shkoj me pyetëm edhe ata. Martohuni me zveti këtu në këtë fshat? Ja, jemi një gjak. Një gjak jemi sa Jemi një mirë. gjak. A ka diçka që ju dallon prej fshatrave të tjera? Jo, dhe gjithë njësoj jemi këta. Fshatrat e komunës Kaçaniku, gati thuja se gjithë njësoj. Një mentalitet, një punë, një... Gjithë Ju jeni Kaçanik që ju ka ro pika. po, Edhe pikë. gjithë njësoj jemi. Shumë mirë. Qështu? I ndërum të falemderit për kuën, falemderit që na pranove në borë. Ja, marrë tamam puna, pse këtë në... Shqiptar. Ja, marrë tamam puna. Na ka hi serbi pa thirrë heq, unë bilja thirrë. Po, Ju dëshiroj suksesin, vazhdimësi, ishte shumë për kënaqësi. vizit, falenderit për juve, për vizit falenderit shumë, falenderit kamerman, e një për kafe, kemi kafe Lera të aparatit, kemi kafe, në s'kafe kështu, uj, soka qatë dëne, Zoti ju dhosh bereqet, është shumë kënaqësi. vi e dhane, ju shëshrej e dhane, dash për kafe, dash e. Të shupëm, Suni. derisa të përfundoj edhe pakës fshatin, më pastaj e bëjmë shkeputin edhe ndoshta dhe i pim kafet, e më bëhet shumë qefi që po i pasqyroj fshatrat edhe po ka mundësin me bisedu me njerëz sikur se ju me ju hynë njerëzve në shtëpi. Po normal, zbesoj kush që refuzon, por mos me hinë shpe. Deri sot nuk më ka thonë kërkush ktheu, e? Kështu që tash e kam atë ndjesin si me hi tamam në shtëpi të babës. Ju mbon një çdo të hyjnë për shtëpia. Pa profesionin e kitë tilti që
do të dhe... Po munduam me qenë sa më ofër banorëve kur të tjerët i kanë harru, ne po shkojmë me kamirë, po bojmë muhabet. Po, mirë është me pasqyru çdo fshat, E vërtet. jo vetë qytetit. Janë atë qytetet, ja kemi këthy shpinën. I ndrum Ju faleminderit përshëndes, shumë. kalofshi Çdo të mirë. mirë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për juve. punë. Faleminderit. Respekt. Hajde miqtë mi. Pa. Se po më zenë rryma. Sa të bukur i pas ka zogjet. Shumë mirë. Suksese. U kry me kësmet. Faleminderit. Papa je veç në fillim? Po, shumë mirë. Hajde i ndëru me të mira. Po du me undal me komentu pjesën e hekurudhave që i kam përball tashme, disa informacione që i kam marrë prapa kamerës, tash e 5 vite kanë bet me punime zvar, pra pamje tini duke i po momentalisht. Përveç kësaj, më thanë që treni është ndalë që 7 vite, tash nuk e di se cili informacion është më i sakt, i kam këto 2 informacione, më thanë pra 5 edhe 7, mbetet me u po kjo, me u konfirmu për gjatë rrugtimit tonë, nëse veç takojmë banor edhe bisedojmë. Banorit që mi ka dho këto informacione është prapa kamerës që nuk deshit e prononcoj. Gjithsesi po ndona po e komentoj edhe gjallërin që e ka fshati Fokusandi, sa bukur, o zët. Shumë pamje e bukur, jemi të kalu me të vërtet shumë mirë, tash kene me më pasë radhazin në Kaçanik, më ka pëlqy shumë Kaçaniku, nuk po e them veç hajtë, se nga njerë po mbje me i lavdu gjitha fshatrat, por kam kënaqësinë kur kam çka me ju tregu publikut edhe me i pasqyru në mënyrën më të mirë të mundshme. Është gjallërinë e këtë fshat, nuk është fshat pasiv, përveç kësaj ka dhe lëvizje të fëmijëve gjatë gjithë kohës, që ma jepat një ndjesinë shumë të mirë kur ka fëmijë, ka shëhret bre. Hajde ne po vazhdojmë, jem të e pa dhe xhamin e bukur, pak e kam larg, është edhe objekti i xhamis shumë i bukur, po duket i rregullum, e ka në një pjesë të viseve malore, ashtu po duket. Çka po m'pëlqen tjetër në këtë fshat është edhe pjesa e trotuarit, gjë që tashmini tu i pa fëmijën duke lëvizur, edhe normalisht është më e lehtësume, po ashtu edhe për prindërit, por që për fëmijë është një lloj sigurie. Por në këtë rast edhe për mua që jam me xhirime, për shkak se shpesh herë duke fol për ondi po thotë në asfalt. Hajtë se ti s'ka dert edhe me të shkil. Shpesh herë në përgjërime të u mundu me komentu fshatin me i kap gjërat më të bukura harroj, nga një herë që jem në rrugë, e që më vje makina më përplas, larg asaj. Shtepit e bukura, pakës mbeturina paska, ju e dini tashme që mbeturinat nuk mundem t'i mbyll sytë dhe mos t'i komentoj për shkak se në çdo emision unë bëj apel duke filluar nga vetja, mos hedhni mbeturina në tokë. Shtene në gjep shtene. Në momentin e parë në një kontinjer apo shport bërlogu e gjuni. Une çdo herë e tham, komuna nuk mundet me na ardh neve propa, e me na rujt, mos me hedhë mbeturina. Ne jemi ata cilë duhet me u kujdesë vetë, se komuna vjen e pastrën e bën atë punën e vetë, për shembull, por që ne jemi ata kryesorët. Po e mbyllëm këtë pjesë, po me qenë këto pent, me siguri ndonjë i moshuar se kështu të moshuarit tanë, i kanë pasa dëshirën me i bo me i rëndit pent. Maraklejen kom, po tash se di këtë Marokun sa e kam përcjell tek të rinjit, po ne po e kemi jetën pak më ndryshe. Po, përshëndetje! Si jeni? A je mirë? Dorontina. A je ludh? Ka pak. Qa i ki punt? Me halle? Mirë, këtë mirë. Keni dalë me shëtita, ka po shkani? Vëlloj, po ta në zadruk me shku të shiture që aty. Në Zadruga? Po nese, na i thua qaftëm. Me blez vakaqa. Po jo, A keni po na... përdor ju me blez vakaqa? Vëlloj. Sa ke zav, jo thënë zvakaqa, Jo, në po, Drenicë. ju shdi që shithere po unë po ta pun të Edhe unë ju thëmë Zadrug që. Të buk shko ta martash. Ani ju boftë mirë. Që shpo kalonin këtë fshatin Stagov? Mirë shumë. Çfarë fshati është? Stagov. Po është fshat i mirë? Është i mirë për me jetu? Jenë Jo, kushte? mira o, që asfaltin po, rrugën po, krejt i kena në regull, po treni se ka shu, hada se ty shkanë të bon. Deri në kjo smet, a? Po, E pare kismet. kur e shuën. Me ty hyp trenit o, gjaj,
Po, qa me bon. A ka diçka që po mungon këtë fshat? Rrymin e keni? Po, rrimin e kera, po valloj, me thonë rrimin e kera, po ma shumë po zajbatin, shkëm kallë, her shkimet, her prishet Ma të shumë me fej. qira. Me qira qështu ka pak. Qa me U i silcin? Jo, qëllë mirë. Për Kanalizimin, çka një me aje pjesa e kanalizimit, që ka mbet ashtë? kanalizimja, nuk ka në regull dhe shka. Më tregun që ujrat e zeza Po. krejt ferizohet vinë këtë. Po, keq të parë kali vërë, E keq. pse ka mbet kështu pezull? Nuk e dive pasur, në balaju në qenë drejtër, u haqit të në Po qenë. ju si banor, nëse Po. keni na informacion që dini me na tregu. Balaju s'di shka Se në fund ata vetë ja bojnë që shdojnë. Po të As kem po, sen jo për. problemi, se unë s'di. Me shka thuen në amen bojnë. Po, atë ka mbet në i shok. Shoka, Po. shok, këna sa të më qanik të me shka janë. Po, Unë i ti? ku bo 70 vetë. Kam më qanik qështë të dalë, hajtë. Apo kaloni ku bashk? Po, mirë, shumë. I keni raportet e mira. Mirë, ja, raportet që këna të mira shumë, po pak me që të penzia në kanë përzit të lavit pak. Jo ka dallashit pak. Ja, kanë dalashit të shka, se shka bon ty benedit qa. Herë hypin, thoi, këna me hyp, herë, kur Her mi zbrit. Po, pa, me hyp, malli shtrejnët. E vërtit. Pak, s'po ja lëshej heq. Shka ki me bon? S'ki, pa t'jau, pa, Me shëndet, mirë, Mirë. barna nuk i nevoj me ble. Ja, unë i bon nëse trof kur, të mjeki nuk jam kom. Qysh për një me Ja, 70 veti ku bon. Kur të mjeki nuk e di që jam kom, a shoqja po. Shoqja me shtypi i ka pun pak. Apo na të regon recetën, që shkerit mos më shku të mjeku kur. Këshëre që unë për t'kallëzej. Hajde. Mas pari, unë ha gjiz, dushi, pasol, kompir, se gjukra ata si përdojë unë kohë. Ja. Si kam marrë. Edhe thojnë dohani dëmton shëndetin. Po Që dohanin të e pi, po çfarë shëndeti? Pire sa të mëni. Jo, me pas, jo. Po ka me thonë dohani se ju obra nuk ka për ata. Këtë në heri kanë pi dohanin edhe kanë jetu ka 100 vite. Po që aty e me shofi, se nuk ka puna dohanit. Këtu shata ke shkru për e një. Ja, tash seriozisht po flas, më çuditi fakti se the nuk kam qenë kur te mjeku e të pash të pi dohan. Vallahi nuk jam kom që vetë që të po shka mjuar, vetë e thuj që ki përse lakon të mjekit kalëzë. Jo, se nuk i nevoj me na gënjy. Ja, Na po po, të unë pysëm, qem të po dhe mu s'kum po dal mod me- qefi. Po, se shqyqyr Son të për kismet, zotit, pasol. Qam të shqyqyr tjetër? për zotit mirë, elhamdullah, te se të ku marë mirë, se shka del ma shane zotit. i Aty bja të veç bu. zoti, po. S'po I ndërum, di, shka me unë tërgu. oroj që ki për sa vite jeti kish, si me shku te mjeku kur. Ja, kur, vallahi. Jo, kur. Inshallah nuk kum bje. kur. Kur, inshallah. Nëse shka ka thonë zotit, a i se Po. di na, a i zotit a ka ndorë, këta puni ka aj, a i leo i merë. E vërtet. Po, s'ka aty. Ju uroj gjithat mirat. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit Ju shumë. përshëndes. Shumë faleminderit. Respekt. Ditën e mirë. Me të mira. Kalofshi mirë. Edhe jo. Sa i mirë. Në fshatin Stagov, komuna Kaçanikut, komuna ka punu bukur shumë. Po du me ndalë me i komentu pjesën e infrastrukturës, momentalisht nuk është edhe në gjendje aq të rregull, për shkak se më tregon që janë me punimet e hekurudhave dhe kanë demtu pak asfaltin. Unë po du me kalun këtë pjesën prapa meje e sheni një pjesë sa e bukur, vise, kodrinore, malore, shtepit e bukura, gjithçka është perfekt. Ende gjelbrimin e kemi, me që jemi në Vjesht, ofër krejt tuja se në dimër, me nëse 2 dhjetor fillon dimri, po. Sa na ka mbet? 1 muj. Në prag të dimrit, po shpresoj që edhe drut i keni bo gati, ose i keni vendos klimat, ose tash
varësisht se qysh e keni mendu jo më mirë për juve. E jem të i pa dhe bagtit, duke kullot, kjo pjesa e bukur me qtemi, po pritoj edhe me folë se po du me shiju këtë pamje të bukur. Ondi, si thua, të kalojnë këtë pjesën edhe ma kop kështu prapa vinë, ma bukur dal. Hajde, qka me komentu tjetër? Fshati Stagov, një fshat shumë i bukur, një fshat interesant, është ajri i pastër, gjithë qka është perfekt. Një veçori e këtij fshati është se nuk e kam braktis, dikon afër 20%, është e përbërë nga pjesa Mërgatës. Do thot, ka banor mjaftueshëm që jetojnë dhe veprojnë. Përveç kësaj, në këtë fshat ka dhe biznese, siç i ndëgjuat, pra intervistat. Qa është që kjo ndi? Plug, a? A plug? Ja qëllova, plug. Kujna të shku në qëtasht? Zdikojmë të shku. Shtylla elektrike pas kanë bet më të vjetra, po shpresoj që nuk ju krijon kjo ndonjë pengesë, por si që ndëgjut edhe banorin, pra me rrym nuk i kam punë të mirë, jo vetëm këtë fshat, kemi filluar edhe na që jem të jetu në qytete, me rrym po kemi problem bukur si shumë, lese ma këtyne ja ndalin edhe ish llogari si japin. Pas neve sa të na jep kërkosh llogari, jam të e po një banor është të e shku njaknen. Sa shtepi e lezetshme përveç kësaj për mbelqen edhe pjesa që e ka ndërtu me gur. Shumë fshat interesant. O s'ka djel për që durën kështë kush jam. Derisa të afrona s'ka unë njoft. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! A dëni musafir? A dëni musafir? Po, a? Se s'ki gjithë këtë shpi, vetë për jetë na? Pse? Pse ku je konë? Ku ashtë? Po më shpesh pas, apo të botë qef? E mja që shje. O, ja me ka posë. S'ka derë të mëre. Jo, vëse. Ka fillu me uftu Se poha. ja kom nis me punu, si kom orë sat. Po ne kom qef me ju po të punu. Vesh del kënej. Unë kom qef me ju po të punu. Unë... Kom ki do kësë më farë, së kënë një mes, e kam një mes në Begros, tash. Një qikë të botë, që ashtë më ki do. A u gëzove që tërë qika motës. Thash ajo, jam kam frek, po... A me he kapuqin ajo? Ja, se ma i keq. Ja, që të kapuqin. Ma i vija, ja. Ja. Po i kam të shre vjetra. O, qërë, mu më prishe qefi me ju gjithë të nejtë komën mi kom. A puntur qefin, bo. Po? Po, ke ardhë nga cili shtet? Kom orë për në kanë Danimarka. Danimar, valas po dini mu ngi pare. Pra më ke ardhë mi pushu esh në atë fill të punu. Të punu, faqare, që me Qka i të punu këtë? Ha, të shpia po punoj në reqa e barin e kësita. Do pisha, më këshin thoi, hi e ka qështu. Sa bukur e pas kështë e pinë dhe u burnë dhe gjithë shka A perfekt. hina në barra? Ha? Hajde hina, se ka që pak me reklamu pak o burën shaci. Qysh po kaloni? Qëso e kelon fshatin? O, që 27 vjetë. Pas ka shku gjysa ymrit. Ja, më ka shku. Ja, hajkore po bëjse. E pse e le fshatin? A? Pse e le fshatin? Po e kam pi luftës edhe Pa në mas. kene mirë. Porja e ëmël. Fëmija voglu ne pa të ngjek, me shpia me ketë një pa të ngjek. Po. Ketë në kanë pas gjek, se këtë i kam vlazni. A, jetojnë ata? Po, po, po. A, janë jashtë edhe këta. Do janë jashtë, do marina Sa qëta. vlazni jeni? Jena 4. Vlazni, ko gja pas këtë? Atje, ko shë të punu? Jo, një këshi. A, ko ishi, Po. s'ke punët. Të pëlqen me jetu në Kosovë? A? Të pëlqen me jetu? Po mirë është me pas pare, knaqet njerë këta. A ke bona i lek? Ha? A ke bona i pare? Pi bojnë a lekt, po shkojnë. A në dhe mirë val. Me rëndësi, në smundjes po shkojnë. Investim, jo, kjo jo. mbetet. Ja, po. Mia e kanë dëshirën me orë. Allah, i kam këtë të mojë, qështu sa jo gati jam këtë fëmija. Tash edhe e kanë kriju rrethen e Po, mënyrën e jetesë. Janë punojnë, këtë puna, janë mirë. E për pushime, apo kanë dëshirë me orë? Po, pushimi vit.
Janë kam. Kur po vinin pushime, keni dëshirë me kalu, s'ka kjo pjesë sa e bukur edhe ka po. Ke që të shotë sa gëvë, ha? Është gjëna me dal me pi kafe në Ferizaj me lënë këtë. Jo, unë s'dar kur. Jo, s'më zgabo. Na për fora nuk ka pos, e di bagera si na gjinal, kine jetu mi pas maru shpia ta gjinal. Fantazia është. Se gjinal me dal, dhe balajsën e shaket shotin të port. Bje balajist, këta e përdojnë bjet lig. Po qashtë, Balajisësh. po balajs. Me dal a gjinal, ta përse? Po. Qa që se këtë është të kajon, e që se fshatin, së kom me aeroplan me satelit. Kur po vjen Kosovë, çka nuk po të pëlqen? Çka të pengon, ashtu që kështë pas dëshirë, që kështë pas dëshirë me ndryshu. Njerës kanë ndryshu, tash nuk janë s'ka përpore. As po dali me të prita. Jo, se kam dërtën më prit, për nuk janë përpore, që shkanë qenë përpore, më nuk janë. Edhe ju t'jashtet nuk keni që shkeni qenë për para. Ja, qësh janë. E keni shtrengu dorën. Jo, S'po na- qani pare. Po që na bëllë na vesin me djek. Veç me dha shpirt. Ja. Ja, qani pare ju e sheni tani. Qysh ndryshon sistemi me njerë. Jo, po, valla, po Ja, pak po bojmë hajgare se në kohën kur ju keni dhënë shumë për Kosovën, u kanë periudhë tjetër. Sot jemi thuja se të gjithë në përpuna dhe jemi kfill prej luftës se kemi marrë veten, jemi ri me këmbë. Ja, po. Ta kemi na tregu për këtë fshat. Po s'di, Apo të vjen ai shok, apo shkon ai kun, a? valla, s'ka asnjë shok, këtë kanë hupë, s'ka shumë. Ka jenë hub, dalëm të lyko. Kanë dalë jashtë, këtë. Ja, jashtë, në me shku valla. Jo, t'ka jashtë, A ke bli na i panesë në qytet? ja, s'blej kërë qëtet. Të pëlqen, a? Si me blej që kuj kam vejnë, shkam vejnë qëtet. Po, aty vish me pas kështë Ja, qetësin. ja. Shumë mirë. Mu po m'pëlqen se e gjithë punën që e bën Danimark, ki dëshirë me investu këtë të shpia. Përveç shtëpis, a ke mendu në ndonjë biznes, a... Jo, valla, mos. Jo. Tash veç vjen po shën, Vesh knoqesh. për shoj edhe hajt. S'kom me. Shumë mirë. I ndërum po të falenderoj shumë për kohën, na fal nëse ju penguam. Jo, më çfarti kur gjon heq. Faleminderit shumë. Të përshëndet Mesa e jote, qika e motrës, që dore? Qika motrës përshëndet. Faleminderit. Pas ka kop gjumi, po m'doket paka, qka? Vallaj dhe hiç s'kom fliet je, po si kom ne. Jam kom dola atje njalt, jam shetit pak sot. E të na, edhe si pidili, se na e kena ndryshe klima. Hajo, i ka ro dillin kry. Po, dilim ka kom krije. Faleminderit shumë. Na po shkojmë. A? Po shkojeni. Vallaj, ja këshna qitë ka një kafe, po Ja, se ja, ti. heq mos ma qëtë asë njo. Ramoni, no? O, na knoqe me mua abet, si mi qitë 10 Po si kofe. një kanar të me në qizua, po do me dalë. Jo, më sajdi. Ajde që ashtë në papuqe që është që jesë ko dertë. Ja, po boj, majgore. Edhe një herë. Hajde, Ju përshëndet. ty të kompone në për kamës, të shku. Po, vështë nga tunë më ki. Mishemi para se me hy drejt kësaj rrugice, po du me undal me komentu objektin e xhamis, shumë i bukur objekti. Përveç kësaj, afer e kanë edhe shkollën, por në një obor e kanë edhe qendrën e mjekësisë familjare. Jo tash me dini që mu më pëlqen kur është edhe qendra e mjekësisë familjare në një obor ku gjindet edhe shkolla, për arsye që fëmija me qenë sa më të sigurt. Po vazhdojmë ka pështjell fshati, qëtë ashte, hajde po shkojmë edhe në një tjetër rrugic të këtij fshati. Përshëndetje! Po shijojmë pa fund këtë ditë të mirë, rreze, dielli, fshati i bukur, se di pse këtë shtëpi e kam ashtu në sy, me provu me i hy, oj, zoti shpis, po jes, po hi këto, po du me tentu në këtë shtëpinë e dytë. Banore kom të pamundur, nuk jem të taku, si që një të e po edhe jo vetë, ndoshta, po janë edhe në për orare të punës, ndoshta kanë shku dikon mësafera, ku ta di, hajde po provojmë. Me këtë strategjin të me së ndrysh nuk mundesh me funksionu. Oj, zoti shpis! Dek, eko, se me inë shpet bobes. S'ka, mo tashme në gjdo familje jo me pranume. Kështu që se di edhe pse po thirë. Oj, zoti shpis, a do një musafir? Me kamir jëm. Hajde, onde, puna mirë është, ja qëllum.
Përshëndetje. A doni musafir? A doni musafir ajo? Ne jemi musafir të paftuar, por e gjejmë shtruar. Mirë se vini. Mirë si ju gjejmë. Si jeni? Mirë, po kalojmë për Si shtim. po kaloni? Mirë për shtim. Familja? Ketë mirë atë. Me hollë dirte? Mirë, po kalojmë për shtim. Sot mujna me shtimin. Ja, po, si kur së munem tani Jo, mo. shaj keni punë të Mirë shtim. dhe na Ketë mirë atë. Kretë numër jemi, shëqër zotit. Me hongër, po, keni. Me hongër sa dush. Me pje, po, Ndash të bleme, ndash të gatu me qysh dush. Jo, tash bleme më mirë se të gatu me pak kem më rrë. kohë me gatu. Po, shave po. Kemi dalë sot në vizit në fshatin Stagov. Po, Me një fjalë, si mundesh me na përshkruaj fshatin Stagov? Realisht na nuk e njohim këtë fshat. Për çka njihet? Si është si fshat? Po më intereson mënyra jetesës. qërë ne jemi këtu në fshati Stagov në Malor. Mirë që me zveti, na si qytetar, nuk kemi probleme, s'kemi pas kur probleme, prej lufte kënej, mirë që në me veti, të rritë, do janë të punësum, do kanë dalën jashtë, vetë përshini që jo pa punësi e modë në Stagov. Se në ketë Kosovë në pa punësi e modë, po në Stagov tokë bujësore nuk ka të mjaftueshme. Bukën sunë e bojmë kur, da i baqe, na asi që shënë, po. Sa për nevoja pak familjare. Po, nevoja familjare, po. Rafërsisht e dini më tregu sa është numri i banorëve në këtë fshat, të e marrë parasysh se po besoj shumica edhe e kanë lënë fshatin. Numri banorëve në këtë fshat është dikun ka mbi 1500 banorë. Shtëpia mbi 200 shtëpia, dikun 250 shtëpia mirë, po janë shumë pa banume, se janë jashtë janë dalën. Shkollën e kemi të gjeqarën këtu në 250 në zonë sa i ka, si ka, po rrugët i kemi pas mirë, por na u kam prish. Na i kam prish të kurullës, janë të ndreqë kurullën, edhe kanë desht me ndreqë, hala se kanë kërgja të punën, në kanë thonë që i pekri punën, mos punoni pa nevojë, se ka ngarkesat maja. A një kombi e kemi për në zonësa, për në Kaçanek më na quën, që të. Po, e përmendet Hekurudhën, po du me undal pak të kjo pjesa, na jemi thuja se në fillim të fshatit, po në fakt e keni Hekurudhën, keni trenin në këtë fshat? Po, e kemi pas sot, nuk e kemi për momentin. A, nuk e keni tash? Se janë të punuën. Që janë të punu? Janë të ndreqë të nëllat, janë të jasi, dhe në Ferizaj e kanë shu, tash kanë mënshuën shumë frikë deri në Kaçanek, se kanë ndreqën këtë Hekurudhë 3 e kanë ndreqën. Po, na e kemi pas për para trenin, ka kalu 3-4 herë në ditë, tash të jo, po pritet si ta ndreqin këto italianët e kanë marrë, kanë me ndreqin, kanë me bon rrethojën, ullën që ne kanë prish, kanë me ndreqë ato ne kanë. Për obligim e kanë me ndreqë. Që sa ko nuk është në funksion treni? Treni i ka 6-7 që funksionon. Që ashtu në Ferizaj. E dini në Ferizaj ku rëndal treni. Se janë të punuar këtu, në pe përfunduar këtu, në ale prej Kaçanikit dhe në Hantelezit shkon edhe 2 vjet nuk bëhet. Se janë do tunele dhe kujt, unë e këtu pak ma fri ka më shumë, s'paku shikant nimi unë, deri në Kaçanek ka më shumë, se deri në Ferizaj janë shumë prej fushësove. E tash, si ti kry në do punë, kanë më shumë deri në Kaçanek. Probleme s'kemi këtu në rrugë. Nuk ka rrugë që s'ne ka shtru komuna. Rrugë nuk ka. Po, ndryqimet janë krejt, drejtarët janë, po, që të rrugën kryesore, prej Vorrezave që kini ardhur, e kanë shkatruar. E kanë shkatruar këtë kompanijës italianët me këtë të ferrovijës, që janë të rregullu Hekurudhën, edhe na kanë thonë që njëherë mos punoni. Pa i kry na punë të se edhe e kanë, kemi një farë marrëveshje me to që shkat damtojnë me ndreqë ato ne. Ta shta e ndreqin, asë ndreqin, nuk e dim. Po nëse se ndreqin, o zotu kryetari që kina mjavë ndreqë. Që lonë bashkë ashtu me. Tash më po më intereson, Kaçanika se si janë si njerëz, sa janë mikprica, bujar, sa i keni ru traditet a detet tona. Na që atë tradit hala se kemi harru për momentin. Kam dëgju fjallë të mira se jeni mikprica shumë. Po, në shta generata e rej pak më ndrysh. E sa po arrini me i përcjell tek gjeneratat e reja? Po. Sa po arrini ju? Na, i na të arrit që për shembull ta zonë në komunë, e ka shti njeri 3 për kryetar.
Ka nejtë vetë 12 vjetë, 4 mandate, tash e kanë shullu një djallit të ri. Është profesor, është njëri mirë, edhe ja kanë shulluaj do me frymzu rininjen. Nuk do me nejtë vetëm me vjetrit. O, tash më jam shullu në trigve. O, në këtë venit du të më jam shullu në trigve. Se trit janë perspektiva. Po. Kaçanikut i roft pika, nuk e din se çka është frika. Këto vargjet që i thash, sa janë të vërteta. Po, qashtu është të vërteta. O, Stagova është me lubishtën në Konjk, është aja keni zonin. Konjkën e lubishtët të Stagovës. Po, mirë po, na gjatë luftës kemi pas 14 martirian, që janë vrarë kështu, po më nëj civil edhe 2 dëshmorë. Në i kam vrarë në kone luftës. Keni qenë dëmtum shumë nga lufta? A kon krejt i djek kjo shatë. Krejt e kon i djek. Po, në kanë një mund shëqatat, ma shumë të me forcat tona, e kemi nëreshën. Po, tash t'i kanë nëreshë shpijat ma mirë, që atë 14 viktima janë tash. Tash po du me ta bon një pyetje, të i marë parasysh emigrimin me të madhe që po bëhet në Kosovë. Cilja mendon që është arsyeja pse po bëhet gjithë ky shpopullim i fshatrave, pse po i lojnë fshatrat? Arsyeja është për shkak papunësie e madhe. Na i kemi përbuz një shteton, unë kam fije ndërtimit, edhe si kemi pagu një sa dot, edhe së rikërkush për 10 herë në ditë, e 15 herë, edhe kanë gjithë vetin kanë dalën jashtë, qeveria pëshenja edhe vetë, e ka bloku krejt, Kosovën e ka bloku kjo qeveri, me këtë ndërkombëtarët, me këtë botën është izoluar, kemi sanksione që 2-3 vjetë, rryma ekstrem është shtrenjtë, vjetë për shembull nuk më paguën 25 herë fakturën, rrymës tash 75 herë. Qatë rrymë hergjej, me qatë njerëz jam, bili një e kam ma pak se unë në Gjermani. Po, rryma është shtrenjtë, për shembull vetë, çmimet janë shumë ekstreme. E tha që keni biznes ndërtimi. Po. Edhe më tregut pak sa i përket pagesës, se thatë që ndoshta i keni pagu pak. Në fillim... Fillim po, ka ndodhur kjo sipas mundësive, apo pse jo, nuk i keni kemi dashur? përbuz njerëz se ka pas njerëz bollë. Edhe i kemi përbuz njerëz, nuk i kemi pagu sa dohet. Apo mbleme në nënkuptu kjo që Po. edhe një pjesë që ju ka taku punëtorëve, hajte noli për veti. Po të kështëre, akonën shmimit janë kënë të lirë atër. Sot, së në gjonë gjenë, unë sot së në jam të gjithë gjenë, kam punë, sa dush, së në jam të gjithë gjenë. Ska njerës. Sa pun pagun? Ha? Sa pun pagun? 50 euro në ditë, apo jenë? Ha, Allah, 50 euro në Ja, ditë mos pagu. bajgore 50 euro, qëto Po, që e po, mojnë shumë, paguat, oj. ti mojnë me që skelion atë. Jo, do të manalë. Po më nalë sjetë kur gjohë të një për muë. Unë 50 euro sot e paguj, pa problem me gjithë i kanë. Po është problem me gjithë. Dhe kanë dalën jashtë, unë beti kam këtë jashtë. Edhe unë e kumë përdor një shprehje me një emision dikun, parja nuk do të më rujt, se parja të ha gjepin, parën do të më shtin qarkullim. Edhe parën e hujtë zbën me mojtë në gjep. Normal. E tash, kjo qeveri e ka blokuar këtë, i ma parët atyne, o i ka përdor për fushat që tashti, edhe ato të hojnë gjepin të hojnë. Parën du të me shtin lëvizje. Po, s'di gjok nashën të hongër, po çfarë gjepin? Po, këshire, na du të me menu për tarmë, se aty për aty, a i kërkush des për bukë. Po, kur s'po mendojnë ata për neve, e na që s'kem kur gjonë dorë? Po, për që ata që s'po mendojnë atë për neve, na këse na s'kina menu fort për ta. Nuk kina me, i kemi ndëshkuën. O kina me ndëshkuën na petë këtë partit, pa morë parasysh cëlla partit. Gjithë i rendit, gjithë se cilë. Si cëllit i vjenë rejni. Një ku akuzeshin për dëkona, ne kënej, e dëshkuën, tash vëvëja ka alë, edhe këta janë të ndëshkuën, se qytetarin i ka sytë me pa, kush punën. Neve një rrugë prej Kaçanikit që vjen, që 2 vjetë nuk në qetë mjetet, qeveria. Komuna nuk ka mundësi. Kushton 3.500.000 euro, e rrugë bequ dhe në Gërlisë me lidhë, por ne e bon shumë mirë, nuk ka fuqi. Sa bëgjet ka Kaçaniki, vend fukara jemi na. Në Gërlisët e poshtë është fukaralik.
Sa ju penalizon kjo pjesa e infrastrukturës? Sa ju vështirëson juve punët me dosh me dalë në Ferizaj ose Po ne tash do të më shkuan të Varrezat, për shembull, këtu e kemi pasur prej Kaçanikit, këtu Kaçanik Gërlisi ka 9 kilometra. Për me shku, unë dhe dalë të Varrezat më rrinë Gërlis me konë. Rruga është hazard, e trasume është, po nuk e në shënë mjetë taj. Lunë me bugji, me tatimet e qytetarëve, qa kena me bëllë? E ka fuqien, banë shka dojë. Edhe një pyetje për fond, banorët cilët janë në përpuna, zakonisht veprimtarit ku i kryjnë? Ma shumë të punojnë me ndërtim mirën. Ferizaj Kaçanik. Po, tash për shembull, unë e kam rejen. Unë të me gjithë punë Ferizaj, se punë Ferizaj ka sa dush. Punë nuk ka në sago. Me shka me shku me mbajt punën? Do të me pas kerën, do të me pas atënë. Kështu që imi fshat pak i bloku. Për moment, se treni në ka shkatruar. Për para, kur e kemi pas trenin, e kemi pas ma let. Tash është problem me shku Ferizaj me mbajt punën. Se do të me dalë prej këtu të Varrezat në kom. S'ki me shkallë, po se ka kerën, edhe Të duhet me qëndru në shpet. normal, ne shtu me qitë në i pitë në jasi, po, daj kafe me në i qitë, me shame po. Çka të i besh? Po dhe që, shame. Ndrum, unë ju falenderoj shumë për kohën. Ishte shumë kënaqësi. Ne po largohemi nga dalë. Të ne ka një kafe me pi. A? S'po ju bojmë të loshe. Jo, më të lashe, unë se punoj, se e kam nerin që jafsha që, e pa Ai ke abu pyet, ai ke, ua, një nuk se po thatë, hajtemi. Derisa po i pinim kafet, e kemi zhvilluar një mohabet shumë të mirë dhe nuk munda pa e ndodhe me juve, kom dëgju që po dojnë me t'lo vetë. S'prish punë. Ja, vetë, shame po. E nusën ku i ki? Nusën të fletë, vëllaj, ose. Të vletë E kam që t'ko gjumë me fletë, e kam me pushurën. E ka një farë klopin që t'ku. Po dhe, e unë s'kam rënë me fletë se të punuën gagje, që shtu në, mu të më thujnë dilë në sabah, ka akshombi, hajde. Po, se na pengon të shpigja. Se kena me pasru këtë. Po, të nërmenje. Edhe rria tha mos gabo, tha me fojnë e sen, tha se të mësë. Ku kërcnim publik. Po, mu, haje në shta nërsi, mas vetë me folja nërsi, s'ka këtu me thonë, s'ma mërë menja që thonë. E kemi edhe rinë prapa kamirës, e përshëndesëm, ishte Jo, shumë e unë- mrekullueshme, unë jam i- po kem qef me no. bo hajgaren, ai ka shërby kofet shumë Hajgore të mirë. s'shon, pa hajgore nuk Po shon. normal, kush nuk e kupton hajgaren, veç next, ja, e largon. Ja. Qëre, me hajgare, me një laft mire hake dënjo. Me të forcën e hake dënjo, kur kusën e ka unë gëra, së asë së në hapë. Me një laft mirë, me një babet mirë, edhe, Qajo. hez po, ma shkon po, ma shamë po. Ka ardhë ko pak e vështirë për moshat e shtyme. Po, ka orë, po shamë po. Vërtet problem është. S'kem shamë po. A ishtë dashtë me bon një zgjidhje komuna, për shembull, me kujdes, me pas një kujdes kështë ma të shtumë për njerëzit që janë në moshat shtyme. O, normal është dash me marru një shpi, se në kina me dy vejtë që shërrejnë këtë shpi. Ta shpija. Shkon me një banejë që aty në ekipi e kun gati, ki kejtë gati. Mirë po, komuna s'ka mundësi mi bom atë, se është vend i varfër në Kaçanik. Në për disa fshatra kom hasë që e kanë edhe shtepin e pleqve, shkojsh aty, krejt mbushun, Jo, muhabete, lujshin sha, edhe ati që e pa ta thonë, tash pak diskriminim gjinur, se pse për femna mos me ndërtu një shtepi, edhe ato me shku me pi qaj, me pi kafe. Ta një se ato habitin ku shkom na bo dorë neve, halaj, me vend e ka pasur. po, a, për femna jo, a? Po këshire, na s'kemi vallaj shpi, as për pleq, as për plaka. Në stagur nuk kemi. O nuk ka shumë pleq të në, s'kia me ka del me bu muhabet. Jo, vallaj. Cili është me i mushuar i fshatit? Ma i më Mosha? shumë është një farë Ahmet Hysa. I ka mbi 80 vjetë. Po, mirë është sot e takova që aty në lajnë e ti, qysh o tha mirë, po, aty me gruën, ka një djallë këtu, ka doj ka jashtë. E gruja tha ma sot unë mujtë. E gratë ma shumë në kohër.
Allah, në kohë. Se mundohen të shpija të më punë me zemë. Nuk shirë punë të ti në edhe mundohen. Po dhe femna e bën punën thuja se më të modhe. Edhe prapë jasini të bëkur gjë. Normal. Qashtu i thojmë na, qashtu i kemi na zanë. Po dhe mos me na arrit menen. Mos me na arrit njëve menen, që po bojmë diçka. Ja, tash qërës, tash jemi civilizu, tash gratë kanë fjallën këtë venit. Ku të shkojsh nuk mundesh me gjetë që se pinë dohonin. Të e kanë liri e kanë. Atë vjen rënë me pinë ria. Ja, e ke po, një kod gjatë se ka pinë në sytemin. Ka pas një respekt. Një thash, kallë. Kallë se jem të po, jem të hetur. Unë e pasha, po. Kallë ma mirë, po, kallë ma mirë. Hin banjë mjegull, hin anej mjegull. Ja, këtu se pi, ja del jashtë e pi, ja, mrejna se pi, as ban jashtë tune. Ja. Unë po që di nga që kalon, ju me pijen. Nëse pimi më reciku. Na i ka qitë e palorat edhe neve hajtë. Po kështu Po i shoqënish. mshili synë, sot. Shoqënish kështu e kemi ndezë nga një. Ja, s'prish punë. Indrum, faleminderit shumë që na i hapet dyert e shtëpisë. Faleminderit edhe nuseve të mrekullueshme që i paske prapa kamerë. Ose na i prunë ka një kafe, na i Na ka knoq kjo kafe, e patëm qef pak me hajgore. Pa i garës shkohet. E vërtet. Apo na jep izëm. Lirin e, jo izën. Lejen. Lir ecni sa më shpejt. Ja. Izën, leni mo atë lafet e turqve. Zotnia për në jep lejen. Zotri, a mund të ma japesh lir? Po, pa problem, lejet e mu me atë. Lene qarkullimit, patent. Jo qarkullimit, po lejen për behezën. Po lejen mu, marhaba anekne, selam alikim, lejen atë dhe mu. Do të milion atë mu. Shqiptari me. Nejse, s'po ima nejse. Një pjesë tjetër e bukur e fshatit është edhe kjo pjesa ku ndodhem momentalisht fokus andi. Kjo pjesa e ujë që rrjedh është një qetësi shpirtërore, veç me po përse ofërmi nuk e keni idenë se sa bukur duket. Përveç kësaj edhe pjesa prapa me, jeni tu e po. Një pjesë shumë e këndshme për syrin. Viset malore, bukurit natyrore që i ka ky fshat, nuk e keni idenë. Mishemi dalë nga dalë një herë dhe më dhe fundit sa i përket ditës së sotme. Faleminderit kaçanikasve që na e dhuruan një ditë kaq të bukur si kjo e sotit. Ju vazhdoni të qëndroni me neve, shifemi në fshatin në Radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!